kush I ka fajt që na qenë zgjedhje. Dhe kam përshtypjen që arsyeja pse LDK-ja po taktizon në takime me Kurtin është për të mos I dhënë kartë që ta fajsoj për shkuarin në zgjedhje. Problemi nuk është ndryshe. Njerëz po mendojnë që kush I ka fajt po votohet, por përbesën pa kon kështu ish dasht Albin Kurti mos më votu hiç. Unë nuk e shoh kështu. Unë besoj që Kurti dhe me mundësinë që pja jep opozita, popullit Kosovës po I ofrohen dy alternativa. Alternativa e kontrollit. Po të kontrollit për shkak një ideje që e ka, e njerëzve s'pju do këtë hala problem. Dhe këtyne tjerëve që ndo pazargji që po dojnë veç hise. E njerëz po dojnë, ja, për hise s'ka me intereson për ty. Nuk mundesh me majt as votusin ton, as me kriju votus të ri, të ju paraqit popullit Kosovës si një pazargji. Jo I dhënu me vjosën, tash po shkojmë zgjedhje, jo tash so I dhënu me vjosën, jo tash u I dhënu me ato, jo tash me këto. Ky nuk mobilizon. Qohën një det e gjujnë me ve, një det me ujë, tash dalin që aty ka I gjysorën me mëngjes, e pin ka I kafe para qeverisë. Nuk ka shqetësim real. Dhe Kurtit pja mundëson mu dok që s'është qaq keq. Sepse ideja ati nuk e realizu. Ajo po kuptohet, është e qartë, po nuk është realizume. Dhe Kurti pi thot, apo doni njerëz që janë interesgji, grupe që kur duhen I bajnë qeveri, apo po doni mu I cili mundet me s'ju pëlqyte në fund, po unë e kam të qartë që apo du. Kështu që unë nuk besoj që është fajsimi përcaktuesi I votës dhe s'ka qenë për bindjen time. Pra është gabim ky taktizimi I LDK-s. A është taktizim? A ka gjasa që zgjidhet presidenti mes LDK-s? LDK-ja hine një shantazh dyfisht që ka fut vetën dhe është kur gjo ma keq se sa me qenë në një pozicion që I shantazhum dyfisht. Shantazhi I një anshëm ka zgjidhje. Ja ballafaqohesh, ja shmangesh, ja ik, ja krijon strategji çka do. Shantazhi dyfisht që ka fut për LDK-ja vetën. As me Albinin, as me PDK-n, këto ja pa mundëson, sepse ajo nuk është as lëvizje e re që është tu rrit, edhe ka kohë dhe për do me prit, as nuk është parti që është tu rrit, për kontrazi është përgjithsisht tu zvoglu, as nuk është parti që është tu rrit, si më thonë, gatishmëria për vetë moheme sakrificë, aktivizëm politik, ajo vish është tu shkërmoq. Dhe cili është shantazhi dyfisht? Shantazhi dyfisht është se s'po don më u dok me Kurtin, s'po don më u dok as me PDK-n, dhe po shantazhohet nga të dy qasit. VV-ja I thotë ti je me PDK-n, PDK-ja I thotë ti je ti me VV-n, dhe ky po ju dëshmohet të dy palëve, dy shantazheve, që s'jam as me ju as me ata, edhe pak